Zhvillime të reja politike kishte edhe sot para ndërtesës së qeverisë së Kosovës dhe kuvendit. Deputet të Partisë Demokratike të Kosovës e kanë nisur ditën para ndërtesës së qeverisë, duke bllokuar hyrjen e objektit. Ata kërkuan që Albin Kurti ta lëshojë zyrën e kryeministrit dhe të kthehet në kuvend për themelimin e institucioneve. Ne këtu jemi mja kujtu detyrën. Kjo është Qeveria e Republikës së Kosovës, e cila jashtëligjshëm është duke u qeverisur në thojza nga një deputet siç jam unë dhe siç janë gjithë kolegët e mi këtu. Jemi këtu me këty, po me u mundu, me bu përpjekje dhe s'kemi me undal. Nuk kemi me undal. Do të rrim këtu të presim sa vjen ai që i thot vetit kryeministër. Partia Demokratike e Kosovës po kërkon që vazhdimi i seancës konstituive të mbahet të premten në orën 11. Ne sapo kemi dorëzuar në emër të Partisë Demokratike të Kosovës kërkesën në drejtim të kryesuesit të seancës Danil Deari për mbajtjen e vazhdimin përkatësisht të seancës konstituive për nesër datë 14 gusht në orën 11, siç kërkon rregulloria e Kuvendit të Kosovës. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka kërkuar gjithashtu në emër të kësaj partie takim me kryesuesin e seancës konstituive Avni Dehari lidhur me përgatitjen dhe koordinimin e vazhdimit të seancës konstituive. Ndërkohë, Kuvendi i Kosovës ka lëshuar një komunikat për media për zhvillimet e djeshme në Kuvendin e Kosovës. Sipas zyrës për media të këtij institucioni, deputetët e PDK-s dhe AK-s e kanë ndërprerë për disa minuta vizitën e mërgjimtarëve në kuvend, pasi sipas tyre kishin zënë sallën plenare në një kohë kur nuk ishte thirrur asnjë seancë. E kryetaria e Kuvendit të Kosovës Albulena Haxhiu u ka bërë thirrje partive ish opozitare që të mos përfshin stafin profesional të kuvendit në përplasjet politike.